Sot, ne 5 antarët e Partisë Demokratike në Këshillin për Rregulloren Mandatet dhe Imunitetet i kemi drejtuar një kërkesë urgjente kryetarit të Kuvendit për të mbledhur Këshillin e Rregullores Mandateve dhe Imuniteteve nesër në orën 11 për të vijuar shqyrtimin e kërkesës së SPAK-ut me anë të cilës kërkohet autorizimi për arrestimin apo heqjen e lirisë ndaj zëvendës kryeministres, ministres dhe deputetes Belinda Balluku. Edi Rama dje njoftoi se do të vijojë bllokimin e drejtësisë, pengimin e drejtësisë deri në muaj shkurt kur gjykata kushtetuese të shprehet përfundimisht mbi një kërkesë të tij për masën e parë ndaluese të marrë nga SPAK-u dhe gjykata e posaçme ndaj zonjës Belinda Balluku. Në fakt, kërkesa e sjell në kuvend nga prokuria dhe çështja që po trajtohet në gjykatën kushtetuese nuk kanë asnjë lidhje me njëra tjetrën. Gjatë kohës kur Edi Rama ju drejtua gjykatës kushtetuese për shkak se prokuria kishte marrë masën ndaluese të ndalimit të ushtrimit funksionit për zonjën Balluku, ajo akuzohej për 2 krime me një vlerë dëmi prej 210 milion euro dhe dosja e saj ishte kjo. Sot që kërkesa e prokurisë ka ardhur në kuvend për përshkallëzimin e masës ndaluese ndaj zonjës Balluku, pra atë të arrestit apo heqjes së lirisë, ajo akuzohet për plot 11 krime me një vlerë dëmi prej 1.1 miliard euro dhe dosja e saj është kjo së bashku me provat që prokuria i ka sjell kuvendit. Ndaj thirrja ime sot shkon për kryetarin e kuvendit të mos pengojë drejtësinë, të mos bëhet vegël e interesit personal, frikës që ndjen Edi Rama nga hetimi i plot, i shpejt dhe i pandikuar i prokurisë në rastet korruptive të Belinda Ballukut. Tashmë i madh dhe i vogël e din që Edi Rama nuk po e pengon drejtësinë për shkak të Belinda Ballukut, po e pengon drejtësinë për shkak të frikës së tij dhe se është i ndërgjegjshëm se urdhruesi dhe porositësi i çdo afere korruptive të kryer nga Belinda Balluku është vetë Edi Rama.